Mirëmbrëma të gjithë dhe ju uroj mirëseardhje. Ky është edicioni qendror i lajmeve në Report Televizion. Ju prezantojmë ngjarjet dhe zhvillimet e ditës së sotme përgatitur nga Departamenti i Informacionit e nisim fillimisht me titujt kryesor. Tre persona janë vrarë me thik brenda pak orësh këtë të martë në Tiranë. Picieri vrau kuzhinierin me pretendimin se e bullizonte. Në Berat pas një sheri për pagesën e xhiros me kal në Kala, 63 vjeçari godet për vdekje 42 vjeçari nga Tirana, i cili kishte shkuar si turist bashkë me familjen. Më herët në Durrës, djali sapo kthyer nga emigrimi, vrau me thik babain 69 vjeçar, dyshohet se i riu vuante nga probleme të shëndetit mendor. Në takimin e 20 të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit që u zhvillua në Tiranë, eurodeputetët vlerësuan përparimin e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit në BE. Në tryezën me delegacionin evropian, përfaqësuesit e opozitës shprehën kritika pasi sipas tyre majoranca i ka përjashtuar nga dialogu. Ambasadori Silvio Gonzato apeloi se për të përmbushur objektivin e 2027-s, duhet që të punojnë të gjitha palët politike. Erion Veliaj do të jetë i pranishëm të premte në seancën publike në gjykatën kushtetuese ku do të shqyrtohet ankimi i tij për vendimin e qeverisë që e shkarkoi nga detyra dhe që u pasua edhe me dekretin e presidentit për shpalljen e zgjedhjeve të pjesshme në Tiranë. Kushtetuesja thotë se ka njoftuar SPAK-un si dhe burgjet për të marrë masa për shoqërimin e Veliajt. Më herët gjykata kishte pesulluar dekretin e Begajt për zgjedhjet në kryeqytet. Një tjetër porosi ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për lobimin e ishtësisë konsiderohet një tjetër provë SPAK në procesin kundër Ilir Metës dhe Monika Kryemadit. Avokati i Metës Cakrani quajti veprimet e SPAK pas përfundimit të hetimeve si të palishme, ndërsa vetish presidenti tha se kjo është një gënjeshtër e prokurorëve, sepse s'ka asnjë dokument që vërteton fajësinë e tij. Paku pasi dëshmia një pacienti portugez nxori në dritë skandalin me spitalin Medicare, i cili përdorte ilaçe të skaduara dhe spaguante sigurimet e punonjësve. Godina e spitalit me vlerë 3 milion euro është sekuestruar. Medicare ka funksionuar në mënyrë të jashtëligjshme, kreu evazion 1 milion euro dhe rrezikoi shëndetin e pacientëve. Kompania shtetërore naftës ruse Lukoil njoftoi se ka nisur procedurat për shitjen e aseteve të saj jashtë Rusisë. Vendimi erdhi pasi administrata e presidentit amerikan Donald Trump njoftoi sanksione ndaj saj dhe kompanisë tjetër ruse të naftës, Rosneft, për t'i ushtruar presion Moskës që të pranojë një armë pushim me Ukrainën. Orlando Koja, trajneri volejbollistes së Dinamos Nayara Ferreira, thot për Report Televizion se 32 vjeçaria refuzon të stërvitet dhe është mbyllur në shtëpi për shkak të situatës së rëndë të krijuar pas dyshimeve për gjinin e saj. Sipas tij, federata ka gabuar duke pezulluar vetëm mbi bazën e dyshimeve. Ndalemi më gjërësisht e nisi me kronikën e zezë. Me tre ngjarje të rënda të cilët ditën e sotme brenda pak orëve kanë tronditur Shqipërinë. E para ka ndodhur në Tiranë, tjetra në Berat dhe më herët në Durrës. Bëhet fjalë për një picier i cili ka goditur me thik kuzhinierin me pretendimin se ky i fundit e bullizonte. Ndërsa në Berat, pronari një kali, një 63 vjeçar, ka goditur po ashtu me thik një 42 vjeçar nga Tirana, i cili kishte shkuar të vizitonte bashkë me familjen Kalane e qytetit. Ndërsa më herët në Durrës, djali ka vrarë baban e tij 69 vjeçar. Mësohet se kishte pak kohë që ishte kthyer nga emigrimi, ndërkohë që vuante nga problemet të shëndetit mendor. Tre ngjarje të raportuara nga kolegët tanë gjatë ditës së sotme, të përmbledhura në një material. Indrit Ismailari u vra këtë të martë në vendin e punës nga kolegu i tij. 34 vjeçari, i cili punonte kuzhinier në zonën e komunës së Parisit në Tiranë, është goditur disa herë me thik nga picieri Filip Sheu, 41 vjeç. Autori i ngjarjes së mesditës së kësaj të martë u arrestua menjëherë. Përpara policisë ai ka deklaruar se mes tij dhe viktimës ka patur konflikte prej kohësh, duke pretenduar se 34 vjeçari e bullizonte. Po në të njëjtën kohë një vrasje po me thikë ndodhi në lagjen e Kalas së Beratit. 42 vjeçari Keli Hoxha nga Tirana kishte shkuar për të vizituar Kalan dhe pas një sherri të çastit është qelluar me thikë nga 63 vjeçari Kristo Mema, i cili u bënte xhiro me kal turistëve.
Paraprakisht dyshohet se shkak i konfliktit ka qenë një xhiro me kalp rreth kalas. Mësohet se viktima ishte së bashku me familjen e tij dhe sipas burimeve nuk kanë rënë dakord për pagesën e kërkuar dhe pas debatit autori e ka goditur disa herë me thik. Autori ende nuk është kapur nga policia. Më herët në qytetin e Durrësit u regjistrua një krim në familje. Marian Kodheli, 25 vjeç, dyshohet se ka vrarë me thik babain e tij Pjetër Kodheli, 69 vjeç, i cili u gjet pa jetë në banesën e tij në zonën e Kodrës së Kuajve në fshatin Shkallnur të Durrësit. 2 orë pas ngjarjes është bërë i mundur arrestimi i të riut në një lokal në Bregdet tek Shkëmbi i Kavajës në pronësi të motrës vet. Motivet e ngjarjes mbeten ende të paqarta, ndërsa policia thotë se autori vuan nga probleme të shëndetit mendor. Shinjët e familjes janë shprehur të tronditur nga krimi i rënd. Ai djalë ka qenë tani jashtë. Kemi qenë shtëpi fare. Ja, s'kemi qenë shtëpi fare. Jo, ne kemi shku shumë mirë. Këta janë Myrdita. Ka 6 kaloj. Ti që ama. Se i ra tikën të në kokë. Ana vdiq. Sipas dëshmive, viktima jetonte me një grua tjetër në banesë, ndërsa Mariani ishte kthyer vetëm pak javë më parë në Shqipëri. Banorët pohojnë se familja Kodheli ishte e qetë dhe nuk kishte pasur konflikte në lagje. Shkodrës. Nga shpërthimi ka mbetur i plagosur Enea Busukja, jashtë rrezikut për jetën, inspektori hetimit tatimor në Shkodër. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:35 minuta në lagjen Docmazi, njohur edhe si Ara e Madhe. Policia bën të ditur se në momentin që 38 vjeçari Busukja ka ndezur automjetin e tij, ka shpërthyer një sasi lënde plasëse në automjet. Lënda plasëse është vendosur në automjetin VW Kadi, që ka logon e Levanteri Ecoclean. Ky biznes është në pronësi të Enea Busukjes, konfirmojnë burimet. Siç shihet edhe në pamje, nga shpërtimi është dëmtuar pjesërisht makina, një motor dhe fasada e një dyqani. Ndërsa rreth një ore pas shpërtimit është gjetur një makinë djegur në Dragoç, e cila po verifikohet nëse ka lidhje me këtë ngjarje. Policia dhe grupi hetimor po punojnë për identifikimin e autorit, zbardhjen e plotë rrethanave dhe motivin e atentatit ndaj Enea Busukjes. Pak kohë pasi dëshmia një pacienti portugez nxori në dritë skandalin në spitalin Medicare, i cili përdorte ilaçe të skaduara dhe nuk paguante sigurimet shoqërore punonjësve, godina e spitalit me vlerë 3 milion euro është sekuestruar. Medicare ka funksionuar në mënyrë tërësisht të jashtëligjshme me një evazion 1 milion euro dhe duke rrezikuar shëndetin e pacientëve. Spitali privat International Medicare në zogun e Zi në Tiranë u sekuestrua, një objekt me vlerë rreth 3 milion euro. Hetimet nisën që në vitin 2024 pas denoncimit të një pacienti portugez ndaj spitalit pjesë e Sante Plus Group. Sipas denoncimit, ai pagoi 5.200 euro për 3 shërbime të cilat nuk i kreu kurrë pasi doktorët u larguan nga spitali. Hetimet nxorën në pa edhe krimet ekonomike në këtë spital, i cili operonte me mandate dore dhe jo kupon tatimor. Më 4 shtator të këtij viti, kur autoritetet ndërhyn te International Medicare, u gjetën 1 milion euro fatura jo tatimore si dhe medikamente të skaduara. Mjekët kryesisht shtetas turq sipas prokurorisë janë të palicencuar në Republikën e Shqipërisë, ndërkohë që një pjesë e stafit punonin të pasiguruar. International Medicare ka të njëjtët pronar që ka pasur më herët klinika Sante Plus, por ata ndryshuan emrin e spitalit për shkak të borxheve të mëdha ndaj shtetit. Sipas organit të akuzës, Sante Plus gjatë viteve 2018-2023 nuk ka deklaruar pagat reale të punonjësve për të mos paguar sigurimet e plota dhe nuk paguante taksa dhe tatime me dëm financiar 400.000 euro. Me këto borxhe mbi kurrizë të njëjtët ortak të Sante Plus, turqit Babebir Bilal dhe Bexhet Kara dhe Geriana Arapi, regjistruan në QKB International Medicare në qëllimin sipas prokurorisë për të mos kryer pagesat e tatimeve dhe taksave në favor të shtetit. Organi akuzës thotë se ndaj Sante Plus Group ishin vendosur një sër sekuestrësh konservative nga zyra përmbarimore për ekzekutime të vendimeve të gjykatave. I arrestuar për këtë skem të krimit si me efekte në shëndetin e pacientit ashtu edhe financiare është vetëm administratori i International Medicare Edmond Zaja. Në fakt, ai është i tillë vetëm në letra, pasi në të vërtetë në klinikë ishte kuzhinier. SPA ka dërguar për gjykim 6 persona të akuzuar për ndikim të palishëm dhe shpërdorim detyre. Sipas prokurorisë së posaçme, gjatë vitit 2020, pandehurit kanë kërkuar dhe përfituar shuma që shkonin deri në 7.500 euro, duke pretenduar se mund të ndikonin tek gjyqtar apo prokuror për të ndihmuar personat e arrestuar.
Në listën e të pandehurve janë Musa Gjikola, Klodian Muça, Sokol Masha, Erion Dani, Emiliano Roçi dhe Wilson Roçi, të cilët u zbuluan nga bisedat në platformat në Sky ECC. Ish zyrtari i policisë Erion Dani në atë kohë zëvendës shefi i komisariatit në Tiranë akuzohet për shpërdorim detyre, pasi dyshohet se ka shpërndar të dhëna nga sistemi TIMS tek persona të tretë. Një aksident rrugor tragjik ka tronditur Vlorën pak pas mesnatës së mbrëmshme. Leandro Shameta, një 17 vjeçar i cili punonte kamarier, është përplasur nga një 32 vjeçar i cili drejtonte një makinë tip Porsche me shpejtësi në gjendje të dehur. Leonardo Shameta i sapo kishte lënë punën në lokal dhe kthehej në shtëpi pas mesnate me një motor të vogël Trinity. E vran në rrugë, thot mes dhimbjes gjyshi, i cili pret në morg të tërheq trupin e pa jetë. Ishte vetëm 17 vjeç dhe punonte kamarier turni 2 për të siguruar të ardhura për familjen. Mbrëm në orën 12 të natës është aksidentuar nipi djalit Çupës. Kemi rreth 8 orë këtu, që po presëm, nuk vjen mjeku ligjor, na ndihmoi. Djali im s'është kriminal, lipi s'është kriminal. Ai është një vinte nga puna, allergji për të shqyer bukën e gojës, vinte nga puna natën, punonte kamarier, vinte nga puna dhe vjen puna tjetri e vret. Adoleshenti po kthehej në shtëpi me motomjetin e tij pasi kishte përfunduar punën. Rreth orës 00:15 u përplas nga makina luksoze tip Porsche që ecste me shpejtësi. Kujtojmë se norma e lejuar në bulevardin Ismail Qemali është 40 km/h. Sipas policisë, drejtuesi i makinës, Haiti Bajrama, i 32 vjeç, ishte në gjendje të dehur. Ai u arrestuar në flagrancë për drejtim mjeti në mënyrë të parregullt dhe shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, ndërsa viktima nuk kishte leje drejtimi për motorin Trinity, por në momentin e përplasjes po lëvizte brenda shpejtësisë së lejuar. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë se goditja ka qenë tejet e fuqishme. Motori i të miturit ka mbetur nën rrotat e makinës, ndërsa njollat e gjakut mbi asfalt dëshmojnë për masat e tragjedisë. Gjyshi i të ndjerit akuzon policinë se nuk ndëshkon shoferët që lëvizin me shpejtësi. Një makinë na e ka vrarë djalin, ka ikur me shpejtësi 200 km/h në qytetin e Vlorës, as i patrull policie. Ndërsa policia rrugore e Vlorës, pyetur nga Report Televizion, bën të ditur se gjatë muajit tetor ka arrestuar 21 drejtues mjetesh nën efektin e alkoolit, ka gjobitur 1245 të tjerë dhe ka vendosur 2400 masa administrative për shpejtësi mbi normat e lejuara. Shifrat tregojnë për masat e fenomenit të shqetësues të alkoolistëve në timon. Një kamion i të tonazhit të rënd që po transportonte gur dhe çakull përmes rrugës Tiranë-Elbasan në mënyrë aksidentale i është hapur dera e pasme duke mbuluar një hapësirë të gjerë në 4 korsit e aksit në drejtim të Elbasanit. Rënja e gurve krijoi kaos për disa orë dhe vështirësi në lëvizjen e automjeteve duke sjellë trafik të rënduar për disa kilometra deri në afërsitë të liçenit të Tiranës. Në vendngjarje, policia ndaloi dhe shoqëroi shoferin e kamionit. Përveç gjobës 200.000 lekë, pezullimit të patentës dhe tërheqjes së lejes së qarkullimit, ai u referua në prokurori për hetim në gjendje të lirë për shkatrim të rrugëve. Ndërkohë, për disa orë, punonjës të sektorit të pastrimit të Bashkisë së Tiranës punuan për pastrimin dhe riktimin e qarkullimit të mjeteve në normalitet. Delegacionet parlamentare të Shqipërisë dhe të Bashkimit Evropian kanë zhvilluar takimin e 20 të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit. Përfaqësuesit evropian vlerësuan përparimin e vendit tonë në rrugën drejt Bashkimit Evropian, ndërsa ambasadori Silvio Gonzato shpreh se për të përmbushur objektivin e 2027-s duhet të punojnë të gjithë. Tirana mirëpriti sërish të eurodeputetët në takimin e 20 në radhë të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit Shqipëri-Bashkimi Evropian. Përparimi drejt integrimit u vlerësua që në nisje të takimit nga raportuesi përhershëm për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Andreas Schieder, i cili kujtoi se vendi ynë është quajtur pararendse e zgjerimit. Pra dhe Komisioni Evropian e ka quajtur Shqipërinë një pararendse të proceseve. Pra po ta shikojmë këtë proces, do të shikojmë që kjo është e vërtetë, por gjithmonë duhet të themi që nuk ka të bëjë vetëm me hapjen e kapitujve. Kemi edhe më shumë që të mbyllim këto kapituj. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato u kujtoi palëve politike se të gjithë duhet të bëjnë diçka në këmbim të integrimit.
Kuvendi është hapësira e dur, ku të gjitha forcat politike të zgjedhura debatojnë për antarësimin e Shqipërisë në BE përmes mjeteve dhe proceseve demokratike. Dhe kjo hapësirë duhet jo vetëm të garantohet, por edhe të respektohet. Të gjitha forcat politike kanë përgjegjësinë ta lejojnë dhe ta përdorin këtë hapësirë pra kuvendin në përputhje me mandatin dhe besimin që u është dhënë nga zgjedhësit shqiptar. Që jemi në rrugën e duhur e evidentoi edhe i pari i kuvendit Niko Peleshi. Synimi ynë është që të përfundojmë negociatat e antarësimit deri në vitin 2027 dhe të bashkohemi zyrtarisht Bashkimit Evropian deri në vitin 2030. Jemi të përkushtuar në të proces ambicios dhe kompleks. Por opozita e sheh më zymë të realitetin. Jurita Tabaku nuk kurseu asnjë kritik ndaj qeverisë dhe mazhorancës në tryezën me eurodeputetët. As deputetët e Parlamentit Shqipërisë, as shoqëria civile, as grupet e interesit, as biznesi nuk janë pjesë të dialogut. Takimi 20 i Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asocimit riktheu në Tiranë edhe Fredi Belerin, i dënuari për shitblerje votash në maj të 2023-shit, kur kandidonte për Bashkinë e Himarës. Eurodeputeti akuzoi gjyqësorin për mungesë drejtësie dhe qeverinë për krime elektorale. Ka shumë gjëra ende që duhen bërë. Faleminderit shumë. Kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Veliaj do të jetë vetë i pranishëm në gjykatën kushtetuese të premten e 31 tetorit, kur pritet të shqyrtohet kërkesa e tij kundër shkarkimit. Është gjykata kushtetuese e cila në zbatim të ligjit më 9 tetor njoftoi zyrtarisht Erion Veliajn për zhvillimin e seancës këtë të premten në orën 10 dhe prej tij u shpreh mëtej vullneti për të qenë prezent në gjykim. Gjykata kushtetuese thot në një reagim publik se ka njoftuar më 13 tetor SPAK si dhe drejtorinë e burgjeve për të marrë masa për shoqërimin e Erion Veliajt. Veliaj i arrestuar prej 10 shkurtit ankimoi në kushtetuese shkarkimin e tij më 25 shtator nga qeveria pas propozimit nga Këshilli Bashkiak me argumentin e mungesës në punë. Më 1 tetor, presidenti Bajram Begaj dekretoi zgjedhjet e pjesshme edhe për Tiranën, por ky dekret u pezullua me vendim të ndërmjetëm nga gjykata kushtetuese deri në shprehjen përfundimtare për shkarkimin e Veliajt. E ndërkohë një raport i ri nga zyra tigjore ndërkombëtare që asistojnë Erion Veliajn thotë se Veliaj vijon të mbahet në paraburgim në mënyrë të palishme duke shkelur kushtetutën dhe normat ndërkombëtare. Raporti i kompanive me qendër në Londër dhe në New York thotë se paraburgimi i tij po shfrytëzohet politikisht për ta shkarkuar. Mbajtja në paraburgim e Erion Veliajt për avokatët e huaj të kryebashkiakut jo vetëm që është antikushtetuese, por edhe shërbeu si pretekst që ai të hiqet nga detyra e tij si zgjedhur në kundërshtim me kushtetutën. Në raportin e përditësuar për situatën ligjore të Veliajt, të firmave ndërkombëtare avokatore Kasovic me selinë në New York dhe Mishkondereja me selinë në Londër, thuhet se veprimet nga Këshilli Bashkiak deri te shpallja e zgjedhjeve nga presidenti krijuan përshtypjen se paraburgimi pa justifikuar i kryebashkiakut Veliaj u shfrytëzua nga autoritetet shqiptare tu mohojnë qytetarëve të Tiranës të drejtën e veçeverisjes. Persekutim thellësisht antiligjor i SPAK-ut dhe përpjekjet e nxituara dhe antikushtetuese të Këshillit Bashkiak për të hequr detyrën kryetarit të Bashkisë Veliaj, sugjerojnë fuqimisht se institucionet ekzekutive dhe gjyqësore të vendit mbeten të ndjeshme ndaj ndërhyrjeve politike. Në raport thuhet se mbajtja në paraburgim e Veliajt është jo ligjore pasi kryebashkiaku nuk paraqet rrezik për t'u arratisur dhe as paraqet rrezik për të penguar hetimet. Madje edhe sikur Veliaj të tentonte të largohej nga Shqipëria, një gjë pothuajse e pamundur për shkak të profilit të tij publik dhe vëmendjes së madhe mediatike që shoqëron çështjen, ai nuk dispononte asnjë pasuri jashtë vendit që do t'i mundësonte mbajtjen e vetes dhe familjes në një shtet të huaj. Në raport thuhet se rreziku që Veliaj të pengojë hetimet e SPAK është inekzistent, pasi tashmë hetimi ka përfunduar dhe çështja është dërguar për gjykim. Po sot në gjykatën e posaçme u shty sërish seanca paraprake ndaj Veliaj, pasi ky i fundit kishte ndërruar avokat, i cili kërkoi kohë që të njihet me aktet. Një letër porosie e ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për lobimin e Ish-Lëvizjes Socialiste për Integrim konsiderohet një tjetër provë SPAK në procesin kundër Ilir Metës dhe Monika Kryemadit. Vetë të pandehurit e konsideruan shkelje të rënd faktin se SPAK vijon hetimet edhe pas mbylljes së tyre, ndërsa Meta thotë se asnjë dokument nuk mund të vërtetojë fajësinë e tij apo dijenin për shkelje të ligjit nga partia e tij.
Edhe këtë të martë nuk u zhvillua seanca paraprake për kalimin ose jo në gjyq të dosjes Meta Kryemadhi, shkaku bë mungesa e avokatit të Kryemadhit, i cili u vu në arrest shtëpie, por pas pak orësh u lirua, ndërsa gjyqtarja Gjoka vendosi pezullimin e afateve të paraburgimit për Ilir Metën. Kjo solli edhe reagimin e avokatit të Metës, i cili e quan gjyqtarin Gjoka të kapur dhe të presionuar nga prokurorët. Që organi procedurës, edhe pse hetimet kanë përfunduar, ata vazhdojnë akoma të kryejnë hetime. Kjo është shumë e rrezikshme, nëse mbyllen përfundojnë hetimet, organi procedurës përfundon aty aktivitetin e tij hetimor. Një tjetër arsye ishte edhe fakti se prokurorët e SPAK njoftuan për një provë të re, një letër porosi e ardhur nga SBA me pagesa për çështjen e lobimit. Avokati Cakrani quajti veprimet e SPAK pas përfundimit të hetimeve si të palishme. Unë kam qenë aty prezent dhe kam dashur që seanca gjyqësore të vazhdojë. Ne do vazhdojmë betejën për largimin urgjent të kësaj gjyqtare. Në qoftë se dosja hetimore duhet ishte mbyllur në 27 korrik, prokuroria vazhdon heton, thret dëshmitar, merr letër porosi, pra do të thotë që hetimi për zotin Meta, Monika Kryemadhi, maman Dime Fatime Kryemadhi dhe të tjerë nuk pas ka mbaruar, por vazhdon. Vet Ilir Meta në një postimi quajti gënjeshtër të SPAK lajmin se ka gjetur një tjetër provë. Meta thotë se asnjë letër porosi as nuk ka ardhur dhe as mund të vijë, që provon shkeljen e ligjeve shqiptare, amerikane apo ndërkombëtare. Seanca paraprake për Metën dhe Kryemadhin, të akuzuar për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, do të mbahet më 11 nëntor. A nuk është e turpshme që shpëtimtarët e Kosovës duhet të dëshmojnë që lufta për liri nuk është krim? Kjo është pyetja që ngre kryeministri Rama përmes një postimi pas konfirmimit të lajmit se ish-komandanti i NATO-s Wesley Clark do të dëshmojë në Hag. Për gjykatën speciale thotë se ka dalë nga shinat, ndërsa emri Hashim Thaçit shkruan se do të mbetet simbol i lirisë dhe pavarësisë Kosovës. Për kryeministrin Rama, procesin ndaj ish-drejtuesve të UÇK-s në gjykatën e Hagës dhe vetë gjykata kanë dalë nga shinat. Në një postim në rrjetet sociale të shoqëruar me një foto të Hashim Thaçit dhe ish-komandantit të NATO-s Wesley Clark që çliroi Kosovën dhe së fundmi ka konfirmuar se do të dëshmojë në Hag pro UÇK-s, Rama shtron pyetjen. A nuk është e tmerrshme ta mendosh se shpëtimtarët e një kohe kur vetë ekzistenca e Kosovës ishte në teun e thikës së gjatë të padrejtësisë historike ndaj shqiptarëve, duhet të paraqiten para një gjykate për të dëshmuar se lufta për liri nuk është krim, se rebelimi ndaj një diktature nacionale socialiste nuk është faj, se shteti i ri sovran i Kosovës nuk ka dalë nga barku i një ndërmarrje kriminale, por nga gjaku i një ushtrie çlirimtare. Kryeministri i quan një turp për drejtësinë ndërkombëtare, ndërsa edhe MZ cilëson ata që i quan shqipsharësit digjital, që e shohin dhe trajtojnë Hashim Thaçin si armik politik, duke uruar të mos dalë më kurrë prej burgut. Kur këtyre t'ju jetë harruar namje nishani dhe asaj gjykate t'i ketë mbetur vetëm njolla e turpit të historisë, emri i Hashimit do të mbetet përgjithënjë si emri i një njeriu që u bë njësh me fatin, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Dëshmia shumë e rëndësishme, Wesley Clark në Hag u konfirmua vetëm pak ditë më parë nga mbrojtja e Hashim Thaçit. Clark udhëhoqi operacionin 78 ditor të NATO-s kundër Serbisë, që detyroi Miloševićin të tërhiqte forcat serbe nga Kosova në qershor 99. Për dëshminë e tij, mbrojtja e Thaçit ka marrë një autorizim edhe nga qeveria amerikane. Europa duhet të mendoj për plan paqeje dhe jo për armatim. Ky ishte mesazhi që dha kryeministri Edi Rama nga Riadi, ku mor për mirë pjesë një prej forumeve më të mëdha globale me fokus investimet e së ardhmes. Kreu i qeverisë tas është shqetësues nxitimi për të armatosur, teksa shton se Europa ka nevojë për një dush që të reflektojë. Ka një nxitim të përditshëm për të riarmatosur, ndërkohë që nuk ka një plan paqeje që do të mund të shihje, të lexoje e të mendoje mbi të. Një Europë që nuk ka planin e saj të paqes, e cila për vite me radhë e buri veten në autopilotin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pastaj kur gjërat atje ndryshuan, nisi të
rizbulonte fjalën armë pushim, që ishte hequr nga fjalorit gjithve. Të Europa në përgjithësi duhet të marrë një dush prullësie dhe të përpiqet të reflektoj më shumë se çfarë po ndodh në pjesët e tjera të botës, se të përpiqet të mësoj dhe të rinis, duke mos e marrë legitimitetin e vet moral të mirëqen, e si diçka që i jep të gjitha arsyet për të shkuar në një drejtim që sigurisht nuk është i duhur. Këtë mund të them për Europën. Një ditë pas bashkimit votave me majorancën për të ngritur komisionet parlamentare për reformën zgjedhore dhe atë territoriale, Sali Berisha është i gatshëm të ulet në tryezë me kryeministrin Edi Rama, këtë herë për të ndërhyrë në kushtetut, që propozimi i parë duket se parlamenti duhet të bëhet me 2 dhoma. Votimi. Bashkimi i votave për të ngritur Komisionin e Reformës Zgjedhore mund të jetë paralajmërimi një kompromisi më të madh mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste për ndryshimin e kushtetutës. Sali Berisha u shpreh gatshëm për të ulur me Edi Ramën e për të prekur ligjin themeltar të shtetit që kërkon minimalisht 94 vota, 11 më shumë se që Rama ka. Po, jam gati, s'kemi asnjë kompleks aty ne. Që vendi të bëhet me 2 dhoma. Këtë dhomën e lartë Senatin dhe dhomën e Parlamentit. Unë jam dakord. Kjo kërkesë e artikuluar edhe më herët nga opozita në 2020-ën është kundërshtuar nga socialistët aso kohe, por mund të jetë kushti për të pranuar uljen e numrit të deputetëve, siç Rama ka kërkuar. Zbritja e numrit të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë në të paktën 101 deputet. Në rast se ngreni Senat, vendos të ketë Senat, atë pa diskutim që do të paksoj numrin e deputetëve. Emrat për antarët e Komisionit të Reformës Zgjedhore pritet të depozitohen zyrtarisht këtë javë nga palët politike. Bashkëkryetarët e saj me gjaz do të jenë sërish të njëjtët, me Damian Gjiknurin tashmë të konfirmuar nga socialistët dhe Oert Bylykbashi. Komisioni ngritur zyrtarisht me 113 vota pro do të ketë bashkëdrejtues me të drejtë vetoje, me numër të barabartë antarësh pozit-opozit dhe ekspertizë ndërkombëtare. Karriget janë të ndara 7 për PD-n, 7 për PS-n, si dhe nga një vend me të drejtë vote për 2 partitë e Tom Doshit dhe Agron Shehajt, edhe partitë e tjera mund të marrin pjesë në komision, por pa të drejtë vote. Një ditë pasi kreu i SPAK Altin Dumani foli për hetimet për fondet e IPARD nga struktura e posaçme, Partia Demokratike kërkon që edhe parlamenti të hetojë paralelisht. Me firmë të 45 deputetëve, Partia Demokratike dorëzoi sot zyrtarisht në kuvend kërkesën për ngritjen e komisionit hetimor për të kontrolluar zbatimin e marrëveshjes dhe për të identifikuar shkeljet. Me firmë të 45 deputetëve, Partia Demokratike dorëzoi zyrtarisht kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor në kuvend për të hetuar abuzimin me fondet e IPARD 2. Komisioni që sipas propozimit duhet të ketë 11 antar e një jegjatësi prej 6 muajsh, Partia Demokratike thotë se duhet hetoj zbatimin e marrëveshjes për fondet evropiane, si u përzgjodhën fituesit dhe shkeljet. Kjo për të nxjerrë përgjegjësitë institucional në mënyrë që të mos përsëritet abuzimi dhe për të zhbllokuar fondet e ngrira për Shqipërinë nga Bashkimi Evropian, thot PD. Administrimi i fondeve të programit IPARD 2 ka pasur problematika dhe shkelje që kërkojnë marrjen e masave për parandalimin e fenomeneve negative në të ardhmen, si rezultat i shkeljeve shumë serioze të detyrimeve ligjore dhe kontraktuale, të cilat OLAF i konsideroi si kriminale dhe korruptive. Fermerëve shqiptar u mohua mundësia për të përfituar 112 milionë euro mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit IPARD 3, pjesë e marrëveshjes kuadër IPA 3. Kjo kërkesë e Partisë Demokratike vjen vetëm një ditë pasi nga fultorja e kuvendit kreu i SPAK Altin Dumani pohoi edhe një herë se çështja është në duart e SPAK, por qëllimi, thot PD, nuk është ti mbivendose drejtësisë. Opozita kishte kërkuar edhe më herët që çështja e fondeve të IPARD të ngrihej në kuvend përmes një kërkese për mocion me debat që u rrëzua nga socialistët. Në pikpyetje është nëse Partia Socialiste do të pranojë ngritjen e këtij komisioni në kushtet kur çështja po hetohet nga prokuroria, ndërkohë që më herët rrëzuan edhe 2 kërkesa të tjera për komisione hetimore për Meg Gonigal dhe zgjedhjet e 11 majit.
Mirë se u rikthyet, po ndiqni edicionin qendror të lajmeve në Report Televizion, ndërsa në këtë moment do t'i referohemi faqes sociale të lajmeve tona. Prej 2 javësh në vendin ton, paralelisht po zhvillohen 2 greva, ajo e naftëtarëve të Patos Marinsës në kompanin Bankers Petroleum dhe tjetra në minierën e Spaqit të Mirditës nga ana e minatorëve. Ata kanë kërkuar ndërhyrjen dhe ndihmë nga ana institucioneve shtetërore, por deri më tani nuk ka asnjë reagim, as nga Ministria e Ekonomisë dhe as nga ajo e infrastrukturës. Në Marinz, në ditën e 14 të grevës së urisë, kanë mbetur vetëm 7 naftëtar. 3 të tjerë janë detyruar të tërhiqen për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore. Po shohim se shteti nuk po reagon fare. Pra, inspektor që duhet të kishin ardhur, të kishin kontrolluar në ditët më kritike, inspektoriati erdhi këtu dhe thoshte që nuk kemi autorizim të hyjmë në kompani. Me profesionin jam inxhinier nafte. Unë kam 18 vjet përvojë. Nga kinezi, unë kam marrë vetëm 7.000 lekë të vjetë rritje. Dërsa me karadezët kemi pas një farë rritje dhe unë jam 908.000 lekë të vjetra sot neto. Edhe duhem një mbështetje vetëm thjesht na shteti, se na kines nuk presim asnjë lloj. Shteti jonë ose është me kines ose është me ne. Naftëtarët kërkojnë rritjen e pagave, por deri më tani asnjë negociat nuk është arritur me kompaninë kineze Bankers Petroleum, e cila vijon normalisht punën në vend burim. Në Spaq të Mirditës, minatorët ndodhen në ditën e 17 të protestës. Kompania turke Tet Albania nuk e njeh sindikatën e krijuar prej tyre, e cila do të siguronte paga më të larta dhe kushte më të mira pune. Të njëjtën minatorët kanë paralajmëruar një protestë përpara parlamentit në Tiranë, duke kërkuar ndërhyrjen e institucioneve për zgjidhjen e situatës. Ndryshe nga Birati apo nga Fieri, prodhimi i ullimve është i bollshëm në Zadrim të Lezhës. Fermerët thonë se kërkesa mbetet e lartë, ku 1 litër vaj ulliri po shitet deri në 1.200 lekë. Për ta problem është mungesa e krahut të punës. Prodhimi i ullirit në Lezhë këtë vit është i kënaqshëm. Në fshatrat Troshan dhe Fish, të njohura për kultivimin e kësaj kulture bujqësore, fermerët kanë nisur vjeljen, por problem mbetet mungesa e fuqisë punëtore. Të rinjt janë larguar dhe fermerët po hasin vështirësi të shumta për të siguruar krahun e punës. Ndërkohë kërkesa për vaj ulliri vendas mbetet i qëndrueshme dhe lart, thon fermerët. Vaj punëtor që vjen e funit është 30.000 lekë ditë. S'ka rinikun ma. Sa të mund është, më po i lam ta ti hanë gargujt. Çmimi është i mirë, sigur thon fabrikat, i mirë. Dhe mirë, një kuintal ullin, 16 kg vaj. Vështirësi ka për punëtor. Ka vështirësi se ne kanë hik fëmijët tonë, nuk na ka kush bërë, me thënë ata se është. Kur hikun fëmijë, nuk vjen ndonjëja me të vil mallin tan. Trek po. Ka kërkesë. Trek ka kërkesë. Përballë këtij prodhimi të bollshëm të ullirit dhe vajit, tregu vendas është i rrezikuar dhe duhen gjetur mekanizmat e nevojshëm për të eksportuar edhe jashtë vendit, thot specialisti i bujqësisë Prenk Marku. Ne duhet prodhojmë atë vaj standardeve të Bashkimit Evropian që të ketë treg jashtë. E dyta, duhet vinë përpunimi edhe i kriposis, sepse Lezhë ka edhe ullin që janë për kriposit, vinë përpunimi i linjave të përpunimit për kripjen e ullirit në zonën e prodhimit të ullirit. Sipërfaqet me ullin në fshatrat e Lezhës po vinë gjithnjë në rritje gjatë viteve të fundit, ku numërohen 100 hektar tokë bujqësore të mbjella me këtë kulturë. Çmimi i ullirit varion nga 150 në 200 lekë për kilogram, ndërsa çmimi i vajit nga 800 deri në 1.200 lekë për litër. Trajneri i volejbolistes Nayara Ferreira të Dinamos, Orlando Koja, thot për Report Televizion se 32 vjeçaria refuzon të stërvitet dhe është mbyllur në shtëpi për shkak të situatës së rëndë të krijuar pas dyshimeve për gjininë e saj. Ai shton se ajo jeton vetëm dhe se federata ka gabuar duke pezulluar mbi bazën e dyshimeve. Dyshimet e ngritura për gjininë e saj kanë prekur shumë volejbolistën e Dinamos Nayara Ferreira, e cila prej 2 javësh është pezulluar nga Federata Shqiptare e Volejbollit. Për Report TV, trajneri Dinamos Orlando Koja thot se 32 vjeçaria po e përjeton shumë këtë që ka ndodhur, pasi ndihet e diskriminuar, madje e ka të pamundur të shkojë edhe në stërvitje.
Situata është shumë e rëndë dhe kjo aktualisht nuk ka ardhur në shërbitje. Faktikisht, në momenti që ndodhi kjo ngjarje, nuk e ndjen veten të qetë të bëjë shërbitje. Kështu që është pak e shkëputur edhe nga vajzat, që me thënë të drejtën e kanë jo vetëm vajzat, po edhe klubi dhe gjithë neve, jemi munduar të rrim afër edhe ta përkrahim. Volejbolistja 32 vjeçare jeton e vetme në Tiranë në një ambient të ofruar nga klubi, ndërsa aktualisht po përgatit dosjen për të hedhur në gjyq ata që dyshuan dhe ngritën këtë çështje, ndër të tjera trajneri Koja uron që çështja të mbyllet sa më shpejt. U kërkua të bëhesh një test. Vajza herën e parë refuzoi se ndjente vetëm të fyer, se ishte një test i pa justifikuar. Dhe domethënë nuk ishte asnjë justifikim se të bësh test, domethënë as nga ana dokumentare. Kështu që neve për të qendur brenda kemi bërë një test me vajzën, që së shpejti do marrim rezultatin, edhe që ta përdorim pastaj nëse situata domethënë do ta kërkojmë. Kështu që testi është bërë. Pezullimi i volejbolistës nga aktiviteti shihet si një akt paragjykues dhe diskriminues jo vetëm nga klubi i Dinamos, por edhe nga vetë sportistja dhe shumica dërmuese e opinionit. Gazetari Ervin Baku thotë se ky akt i Federatës Shqiptare të Volejbollit, që nuk ka një rregullore për këtë rast, e ka vrarë Najara Ferreirën. Është një skandal i madh në një që ndodh këtu, sepse një volejboliste femër që lind femër, që ka certifikatën e lindjes, që ka një karrierë 18 vjeçare, vjen këtu dhe tani kjo është një turp shumë i madh për ne, sepse ky është një linçim i pastër, është një diskriminim, është një cënim i rënd i dinjitetit njerëzor, është shkelje flagrante të drejtave të njeriut. Ore, ne kemi vrarë këto lojtare, nuk e kuptoni ju. Vetë Federata Shqiptare e Volejbollit thotë se çështja është trajtuar në aspektin sportiv dhe nuk ka patur për qëllim të diskriminojë, por situata po përdoret për ta sulmuar atë. FSHV shkon edhe më tej, duke thënë se për deklaratat e përfaqësuesve të klubit të Dinamos në media do të merren vendime nga Komisioni i Disiplinës. Këtë herë, piktori Gazment Leka vjen përpara publikut me një ekspozit me 80 vizatime. Ekspozita është një ritregim i të gjitha personazheve të piktorit në mbi 4 dekada dhe rëfen për artëdashësit magjinë e vizatimit. Një akt i pastër, i çliruar nga gjykimi, një mënyrë për të komunikuar me njerëzit dhe ndjenjat për te arsyes, është vizatimi për piktorin Gazment Leka, të vizatosh. Për të, është si të përjetosh një magji, të bësh autopsinë e shpirtit njerëzor dhe më pas t'i japësh jetë edhe përmes simboleve. Ndaj, ekspozita e tij e radhës, magjia e vizatimit, është një udhtim që fton vizitorin të zbulojë procesin krijues. Siç tashmë e ka zhëndëruar në traditë, ekspozita vjen në muajin tetor, muaj që shënon edhe ditëlindjen e artistit. Nëse filloj punën në janar për një cikël të ri që do bëj ekspozitën, deri nga tetori, besoj se është kryer gjithë cikli, domethënë kam mbledhur gjithë materialin dhe është bërgati për të bërë ekspozitë. Mund ta bëj në fund të shtatorit, mund ta bëj në fillim të nëntorit, por meqense kam datëlindjen në tetor, më pëlqen që të përputhesh këto dy ngjarje. Mes 80 punëve të paraqitura ndodhet dhe një vizatim i piktorit, të cilin ai e ka lidhur simbolikisht me shenjën e tij të zodiakut, peshorën. Peshorja është vetëm një objekt që mat botën e gjallëve. Vetëm ai është që nuk është frymor. Të gjithë janë frymor atje, të njëjtë shenjat e tjera. Sigurisht, duke marrë me simbolin, duke marrë me atë, duke gryer nga poshta të përmbajtjen, qoftë të një gjë e cila nuk flet, por që unë tash kam krijuar dialog me to, e kuptoj se çfarë është kjo shenjë. E kuptoj sepse e kuptoj edhe veten time. Kjo punë një rastësisht është vendosur afër me një autoportret të tij. Është një moment meditativ në studio, është gazi i cili mbasi ka krijuar domethënë këto punë që kam në ekspozitë. Ka një moment pushimi, ka një moment qetësie që i sheh. Me atë rast e njëjtë edhe titullin, i vura titullin Magjia e vizatimit.
Ekspozita mbart frymën e një udhëtimi të gjatë krijues ku përmes vizatimit Leka kthehet te fillimet e veta artistike, por dhe te simbolika që ka shoqëruar gjithë krijimtarinë e tij. Një maraton 40 vjeçare që kam pasur unë po bëj një sprint 100 këtu me fuqinë 40 vjetëve, si më thënë. Edhe kam kthyer kokën prapa dhe jo për nostalgji, por thjesht për të parë sa konsekuent jam unë si gaz, me gjithë zigzagën, me gjithë rrugicat. Ekspozita me 80 vizatime të Gazmend Lekës do të vijojë të qëndrojë çelur edhe për disa ditë në Galerinë Fap të Universitetit të Arteve. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës, pjesë e Kastrati Group, zhvilloi mbrëmjen e së hënës ceremoninë e inaugurimit të linjës së re ajrore Tiranë-Malaga e operuar nga partneri strategjik Wizz Air. Juftojmë të ndiqni këtë mesazh promocional me njërë pas siglës mbylse të këtij edicioni lajmesh, më pas vjen nismi nga mere politikës. Shikim të këndshëm, bashkë me